Po qeveria për Vjosa Osmanin nuk e besoj. Qeveria zbohet. Me një logjik për të parë se çfarë do ndodhë me Vjosa Osmanin. Me të vërtetë është një situatë shumë komplekse. Do është ndër situatat më komplekse që është pas proceseve zgjedhore, pas çlirimit këtu. Ka pas përplasje të forta mes krahut luftës dhe ish presidentit Rugova. Po të dy palët kanë qenë të emancipum politikisht se që kanë qitë kërkesat e tyre në tavolinë. Vitin 2001 ka qenë kërkesa eksplicite e zotit Rugova me qenë president i vendit, e zotit Thaçi me qenë kryeministër i vendit. Dhe së është bo aja. është bo, do me thonë, një kompromis ku Bajram Recep ka dalë kompromis prej asaj. Duke pasur, po themi edhe një angazhim ndërkombëtar, pranisë ndërkombëtare, këtu që s'ka ndodhur kësaj herë. Po kam pas kërkesa polt. Kam pas kërkesa në atë kohë. Dhe në 2004 kam pas kërkesa, u bë koalicioni mes AK-s dhe LDK-s. Dihet partneri madh ka lëshu çdo herë pe, do me thonë zoti Rugova, por kësaj radhe nuk ka pas kërkesa prej subjekteve politike në tavolinë. Jo, ka pas Lidhja Demokratike s'ka pas kërkesa, Partia Demokratike s'ka pas kërkesa. Po s'ka Partia Demokratike që kanë qenë përjashtuar Partia Demokratike. Nuk e kanë dita s'ka po dojnë. O, zëtni, profe e tha shumë mirë. Ka qenë qështë një rëmuje madhe që u kriju. As me qeveri, as me opozitë. Kanë qenë dy kërkesa. Ta që kur kush... Dy parti që ka afru Kurti, LDK dhe Nismen, LDK ka thonë du kryeministrin. Ka afru Nisma, ka thonë bashkëpunim për parlament dhe qeveri për një numrat vetë. Par bashkëpunimi jo kjo, a mund është me ma spjegu që tënë. Po bashkëpunoj për kuvend, bënëm kryetar kuvendi muhe, bashkëpunimi me formu kuvend, e qeverim bënë të vetë. Po shkërkesë. Mi bo votat, qështë mi bo votat? Ama kërkesë është, ka drejtë të mundë. Po së është kërkesë për me dojnë për ngërqit. Okej. Ajo, edhe këto mund të ajo është tjetër. Po që në qenë dy kërkesa. Ta është një pak. Ta është nëse futimin në zjedhje, do me thonë, të jashtëzakonshme, që si pas gjitha gjosave, do të futimi. Prit pak se PDK-ja mund të ketë e ka rallën e saj. Ata o deklaru që si më të interesu me marë mandatin, dja, par dja. Tha që politika është kështu e vrullshme ndonjëherë dhe mund të befasoj. Jo, gjithë shka ndodhë të të ashtë. Po jo, breviso, këtë nuk bëhet. Okej, unë po e shtroj si pyetje. Nëse shkojmë në zjedhje të jashtëzakonshme, do ta kemi edhe krizën institucionale, do me thonë. Do ta kemi? Jemi më në krizë. Edhe më të thellë. Do të thellohet kriza. A keqa? Aktualisht nuk a budget farën. Pse se kemi shumë aktualisht? Presidentja e vendit është në detyrë. Kryetari i kuvendit është në detyrë, me mandat do më thonë të plot. Kryeministri po thotë jam në detyrë, që e një kushtetuta, do më thonë po funksionon që ky shteti jonë që ashtu qysh po mundet. Po nëse shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, janari na gjen në një kollaps. Plus shto këto mundësin e mos aprovimit buxhetit. Kuvendi nuk do të më shpërbat që ky kuvend pa aprovu buxhetin, sepse atëherë nuk e di qysh kemi operu. Andaj mendoj që me urgjencë presidentja e vendit, nëse tentativat për me formu qeverin këto dyja, do të mi shpall zgjedhjet edhe para janarit mu finalizu institucionet e reja, e që mendoj që do të jetë pjesë e negociatave dhe pozita e presidentit, nuk do të jenë zgjedhjet për balotazh, do të kuptojnë partitë politike që kjo është rezultati dhe nuk do të jenë me vajnë buzë pse s'kan fitu ma shumë, sepse e kuptojnë që nuk ta shkojnë gjithmonë tentativa për të marrë vota më shumë zgjedhje pas zgjedhjesh.